Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi gjatë një konferencë për media se Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në procesin e reformës zgjedhore dhe territoriale, pavarësisht paralajmërimeve të kryeministrit Edi Rama dhe Partisë Socialiste. Berisha theksoi se betejë e opozitës është largimi i kryeministrit Edi Rama. Edi Rama duhet jap dorëheqjen, kjo është përgjigjja ime për çdo fjalë të tij. Të largohet menjëherë nga pushteti. Është një vepër, janë seriali i veprave kriminale të tij nuk ka fund. Unë ja u thash e deklarova dje, ja u deklaroj sot, se ndosjen e Lubi Ballukut në 3 rjeshta, 2 janë për Ramën, 1 është për Lubin. Në dosjen e lindave, 1 është për Mirlindën, 2 janë për Lindën dhe Frangun me fjalë. 1 është për këtë Beqirin, Ermal Beqirin, 2 janë për Armand Frangun, për Baxhanakun, për Kunatën e Lindës dhe Baxhanakun e Rams. Ngritja akuzat të forta lidhur me një rast të hakerimit të sistemit të Spakut, ku sipas dokumenteve të përmendura, Arnold Rrogaj i dërgoi Zambak Gjonit një material për të aksesuar sistemin, duke përmendur emrin e kryeministrit Rama si person i mundshëm që mund të ketë urdhëruar veprimin. Tek dosja hakerimit të sistemit të Spakut, hakeruesi përmend emrin e Ramës si personi që mund të ketë urdhëruar hakerimin. Arnold Rrogaj e kishte numrin e Ramës. Dhe Arnold Rrogaj, sa po të hapte faqen, do t'i dërgonte Rams të dhanat e faqes, hajt t'ju bëjmë këtë dhe atë me gjuhën e Lubis, se këtë gjuhë kishë ata njëri me tjetë, ja palloshe, jo këshu e është gjitha më tapja. Me datën 21 shkurt, do më thënë 10 ditë më vonë, i heturi Zambak kërkon informacion dhe për arrestim në shtetasit Angela Gaci. Pra, Angela Gacit i kishte ardhur flet arrestin nga antimafia italiane. Berisha komentoi gjithashtu vendimin e gjykatës kushtetuese, të cilën e cilësoi si një zgjatim të padrejtë të arrestimit në shtëpinë ndaj tij, duke akuzuar gjykatën se i shërben politikës së mazhorancës. Sipas tij, mbështetja e dhënë nga vendimet e fundit i hap rrugën për ndëshkimin e disa zyrtarëve të Partisë Socialiste, të cilët sipas tij mund të dënohen për krime dhe korrupsion. Nga ana tjetër, me këtë vendim i kanë çelë rrugën mbështetjes për Lubin dhe ministrat të cilët mund dënohen për krime monstruoze dhe korrupsion. Pra, e kuptoni ju që në pamjet parë duke se mund thoni kanë bërë drejtësi, në të vërtetë janë treguar një seksion politik i Partisë së Krimit ashtu siç janë, të turpshëm,